Në ndërkohë këto çrregullimet dhe sido që i quajmë popull aritmit, të cilat i vëzhgojmë, i trajtojmë, a mund të stabilizohen nëse nuk ka një bazë të fortë të ndonjë sëmundje, nëse kemi një aktivitet fizik që nisim pas kontaktit me mjekin, një regjim ushqimor, a mund të stabilizohen, a mund të qetësohen? Po, si që thash edhe më herët, një pjesë e këtyre çrregullimeve të ritmit dhe përqimit, ose senzacioneve subjektive që na i kemi dhe që na asociojnë me takikardin ose me bradikardin, një pjesë e madhe e tyre të cilat rezultojnë të jenë fiziologjike, ose të mos kenë bazë organike, ma mirë me themi, pra kur ne kemi bo EKG, kemi bo analizat laboratorike, kur kemi bo EKO, kemi bo ekzaminimet e nevojshme, dhe kemi përjashtu smundjet e zemrës, dhe kemi përjashtu edhe një vist smundjeve jashtë zemrës që tha munden me ndiku, atëherë kuptohet që një ndryshimi stili jetesës në formën e tij të shëndetshme, domethënë humbja e peshës, ndryshimi